Në një konferencë për shtyp, Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo tha se reforma territoriale duhet të përfshijë patjetër qytetarët dhe grupet e interesit. Ai tha se shpresonte që puna të ecte më shpejt, por shprehu bindjen se turet duhen zhvilluar patjetër. Ministri u shpreh se reforma duhet të përgjigjet sa më mirë sfidave të së ardhmes. Komisioni i posaçëm në Parlament tashmë është duke definuar metodologjinë që ata do ndjekin për sa i përket po e quajmë turit dëgjimor që do ndodhin territor, apo vetë seancave dëgjimore që do ndodhin në Komisionin e Posaçëm. Që t'jemi sinqert, pritshmëria ime ka qenë që komisioni të ecte më shpejt, gjithsesi unë nuk do të ndalem në çështjet që kanë të bëjnë ngushësisht me funksionimin e Komisionit të Posaçëm. Ajo çfarë unë do doja të nënvizoja është fakti që ne si qeveri qëndrojmë fort parimeve të transparencës për këtë proces. Ne besojmë shumë që duhet me patjetër të ketë një informim jo thjesht të institucioneve që janë të përfshira në këtë reformë, por patjetër dhe vetë qytetarët dhe grupet e tjera të interesit duhet të kenë zë në këtë proces. Unë besoj sa më shpejt ne fillojmë të gjithë platformën për sa i përket marrjes së mendimeve, qoftë të bashkive, qoftë të qarqeve, por qoftë të grupeve të interesit, por të qytetarëve në fund ditës, unë besoj që është shumë më mirë për vetë procesin. Në cilin do rast, unë mendoj që pavarësisht metodologjisë që do të përcaktohet nga komisioni bipartizan, qofse mund ta përkufizoj kështu, në cilin do rast, unë besoj që turet në vend duhet të bëhen me patjetër. Ministria e mbështet fort këtë proces dhe patjetër që ne do të luajmë dhe rolin ton për të përfshirë në territor të gjithë aktorët lokal që t'i japin mendimet, qëndrimet, sugjerimet e tyre për sa i përket reformës territoriale. Sa i përket paketës së maleve, një pjesë e tyre e kanë kaluar fazën e miratimit dhe priten në rastet e para të suksesit. Por sistemi digjital të AFMIS po ngrihen grupet e punës, ndërsa vijon koordinimi me Bankën Qendrore që brenda vitit të digjitalizohen shërbimet vendore, që sistemet të marrin informën e duhur dhe të reflektohen në performancë. Lidhur me grandin e performancës, do të ndryshojë metodologjia për bashkitë dhe do të jetë publike brenda pak javësh.